Vetëm një gjethe lakre i jep lam të mirë çdo problemi. Ja si ta përdorni. Lakra është një nga perimet më të lashta që është rritur në tokë. Kjo perime nuk mungon kurrë në kuzhinat shqiptare, ashtu si dhe në mbarë botën. Ajo nuk prishet lehtë në krahasim me fruta dhe perime të tjera dhe është në qendër të vëmendjes për shkak të qëndrueshmërisë së gjatë në temperatura të ndryshme. Lakra është një nga perimet më të forta që njeriu e përdor kundër qelizave të dëmshme. Lakra është e pasur gjithashtu me fiber, vitaminën C, vitaminën K dhe elementë të tjerë të rëndësishëm për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Përfshirja e lakrës në dietën tuaj do të kthehet në një element të çmuar ushqyes që mund të mbajë larg një sër komplikacionesh dhe të ndihmojë organizmin të jetë më i fortë dhe më i shëndetshëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por ju mund ta përdorni atë edhe në formën e kompresave. Kompresat me lakër mund të përdoren si lehtësuese të inflamacioneve që mund të pësoni edhe në gjip. Kjo perime është një shëronjëse e madhe. Një recetë e lashtë europiane me përmbajtjen e lakrës mund të jetë gjithashtu një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese për ju. Ajo mund të lehtësojë komplikacionet dhe mund të jetë gjithashtu ideale sidomos kundër problemeve të gjinjve. Lakra gjen përdorime të gjëra tek femrat të cilat kanë probleme me gjirin. Kompresa me lakër të ftohtë përbëhet nga elementë të cilët do të ulin inflamacionin. Ekspertët e Akademisë Amerikane të Pediatrisë tregojnë se lakra shërben më së miri si kompresë e ftohtë për gjirin, sidomos të atyre të inflamuar ose të nënave lehona që duan të ndërpresin ushqyerjen me gjith të fëmijës. Sipas tyre, lakra e qetëson atë dhe zbut dhimbjet dhe entjet. Këto kompresa të ftohta mbahen për 20 minuta edhe më pas gjatë procedurës përsëriten derisa gjiri të qetësohet. Efektet mirëbërëse të lakrës kundër entjes dhe dhimbjeve nuk vijnë vetëm për gjirin. Ato rekomandohen edhe për zona të tjera të trupit, siç është edhe këmba. Nëse këmba juaj është e prekur nga inflamacioni që shkaktojnë dhimbje dhe entje, atëherë duhet ta mbështirni me një gjethe lakre të ngrohtë. Në këtë rast, zgjidhni lakrat e kuqe të cilat përmbajnë substanca më të forta anti-inflamatore. Për të ndjekur këtë udhëzim, tregoni të arsyeshëm dhe ndiqni këto hapa. Hiqni gjethet e lakrës dhe këpusni gjithashtu kërcellin e tyre. Shtypni pak gjethet që të sheshohen dhe më pas të nxjerrin edhe lëngun e tyre natyral. Më pas, gjethet e lakrës i largoni edhe i mbështidhni ato në element të copave dhe i vendosni të ngrohen në furrë. Pasi të jetë ngrohur, e vendosni gjethen e lakrës në zonën ku keni probleme. E mbani ashtu për të paktën derisa të ndjeni qetësimin e parë. Kështu përfitimet e saj do të jenë të menjëhershme në shëndetin e lëkurës suaj dhe do të ulin inflamacionin. Lakra është një nga perimet më të lashta që është rritur në tokë dhe përfitimet që ofron organizmit e kthejnë atë në një prej recetave më të mira ushqyese që mund të përdoret në dhjetra forma të ndryshme dhe ndikimi i tyre në organizëm do të jetë gjithashtu i menjëhershëm dhe me përfitime të mëdha. Ajo nuk prishet lehtë krahasuar me perimet e tjera dhe mund të kthehet në një nga produktet më të mira ushqyese në dobi të organizmit. Ajo mund të ofrojë veti të pabesueshme në lehtësimin e një sër problemesh të përditshme. Gjethet e lakrës kanë efekte të mira analgjezike, të cilët kanë efekte të pabesueshme. Në këtë video, sipas Teptuel, do të rëndisim disa nga përfitimet unike që do të merrni nga përdorimi i gjethteve të lakrës. Gjethet e lakrës janë fantastike dhe ekspertët tregojnë se përdorimi i tyre në forma natyrale mund të lehtësojnë edhe gjunjët dhe nyjet tuaja. Nëse keni entje të indeve të buta rreth kyçeve për shembull, lakra do ju ndihmojë të qetësoni situatën tuaj derisa të merrni trajtimin e specializuar. Kështu ndikimi i saj në këto raste mund të jetë gjithashtu afatgjatë dhe të lehtësojë inflamimet. Lakra është një nga perimet që mund të ofrojë shumë për shëndetin tuaj, edhe ndikimi i saj në organizëm do të jetë i menjëhershëm. Ngjyra e kuqe e lakrës është më e veçanta dhe do të japë gjithashtu rezultate unike për mbrojtjen e organizmit. Ndonse në të vërtetë është një derivat i lakrës së gjelbër, ajo me ngjyrë të kuqe është më e pasur me lëndë të larta ushqyese.
Ajo përmban 10 herë më shumë vitaminën A dhe është rreth 33% e nevojës ditore që njeriu ka nevojë për këtë vitaminë. Ka 14 mg vitaminë C dhe më shumë hekur. Lakra e kuqe mund të hahet të gjallë e gatuar ose edhe për arsye të ndryshme mund ta përfshini në pije të ndryshme. Lakra e kuqe ndihmon trupin të largojë qelizat e dëmshme dhe të ndihmojë gjithashtu në rigjenerimin më të mirë të tij. Pikërisht këto janë disa nga benefitet unike të kësaj përbërje. Ajo mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj dhe të lehtësojë edhe komplikacionet. Sytë e tu mund të përfitojnë gjithashtu më shumë nga përbërja e lakrës së kuqe në recetat tuaja ditore. Ka kaq shumë lëndë ushqyese lakra e kuqe sa që mund të shtohet fare lehtë në recetat tuaja kundër inflamimeve. Në të vërtetë, vitamina A është një nga vitaminat më të rëndësishme që gjendet te lakra dhe do t'i jap gjithashtu rezultate fantastike në shëndetin tuaj të syve. Nëse jeni një person që keni mungesë të theksuar të kësaj vitamine, atëherë me siguri edhe sytë të tuaj do të krijojnë vështirësi në shikim. Nëse doni të keni një shikim më të fortë dhe më të mirë kryesisht edhe gjatë periudhës së errësirës, atëherë lakra mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj, duke ndikuar pozitivisht kundër inflamimeve dhe duke dhënë rezultate më të mira në shëndetin e syve. Lakra është një produkt fantastik që mund të japë rezultate fantastike edhe në organizmin tuaj gjithashtu edhe për të përmirësuar edhe mbrojtjen e sistemit tuaj imunitar. Lakra është një prej produkteve më fantastike që mund të shtohen në dietën tuaj. Nëse doni të keni një imunitet më të fortë dhe një organizëm më të shëndetshëm, sigurohuni të përfshini lakrën në dietën tuaj të përgjithshme. Kështu ndikimi i saj në mbrojtjen e organizmit do ta furnizojë atë me vitamina dhe elementet e duhur ushqyes, siç është vitamina C, një prej vitaminave më të mira ushqyese edhe në lehtësimin e tyre dhe gjithashtu edhe në aftësinë mbrojtëse të organizmit. Por vlerat e lakrës nuk mbarojnë me kaq. Ajo është një prej produkteve më fantastike që mund të përdoret gjithashtu edhe në formën e turshive. Pra, përfshirja e lakrave turshi në dietën tuaj sigurisht që do të luajë një rol pozitiv në rigjenerimin e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Përfshireni lakrën turshi në dietën tuaj. Ajo do t'jap rezultate mjaft të mira edhe në aparatin tuaj digjestësiv. Aftësia e lakrës turshi në dietën tuaj gjithashtu mund të jetë një nga zgjedhjet më të mira ushqyese që mund t'i ofroni organizmit në tërësi dhe lehtësimin e komplikacioneve. Lakra është një burim shumë i mirë i elementeve ushqyes, siç është vitamina A, magnezi, hekuri, fosfori, kaliumi, zinku, kalciumi, kaliumi, natriumi dhe substancat e tjera të rëndësishme që do të luajnë një rol pozitiv në rigjenerimin e organizmit dhe gjithashtu në fuqizimin e tij. Lakra është një burim i mirë i vitaminës B12, një prej rekomandimeve më të mira ushqyese, veçanërisht për vegetarianët. Ndaj, nëse jeni një person që doni të përfitoni më shumë nga kjo perime, sigurohuni që ta përfshini atë vazhdimisht në dietën tuaj, qoftë në formën e kompresave ose edhe në trajtime të ndryshme natyrale. Ekspertët thonë se lakra është një prej produkteve më të mira që mund t'i japin rezultate fantastike edhe për traktin digjestiv. Ajo që e bën lakrën turshi ndryshe nga lakra e freskët është se përmban më shumë bakterie prebiotike. Lakra turshi është një ushqim shumë i rëndësishëm i cili mund të ofrojë edhe normën prebiotike më të rëndësishme për zorrën tuaj, duke ju ndihmuar të keni një tretje më efektive dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Nëse doni që të përfitoni për tretjen tuaj, të keni më shumë element prebiotik në organizmin tuaj, sigurohuni që lakrën ta keni pjesë të aparatit tuaj ushqyes. Ajo do t'jap rezultate të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët e cilësojnë lakrën, qoftë në kompresa ose edhe në regjime të ndryshme ushqyese, si një prej produkteve më të rëndësishme të cilën duhet ta keni pjesë të dietave tuaja ditore. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë, të informojnë dhe të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Informacionet në këtë video kanë për qëllim informimi dhe asgjë më shumë.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.